Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënën SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Berisha u fut në SPAK rreth orës së 9 dhe qëndroi aty për 10 minuta. Ish kryeministri u pa teksa doli nga mjetet e prokurorisë së posaçme me kapelën në kokë që mbante numri 1, ku tha se nga hetimet ndaj tij nuk është zbuluar asnjë përfitim i palishëm. Dhe vetingu 32 vjeçar familjar i Sali Berishës ka provuar se ai dhe familjarët nuk kanë përfituar kur asnjë favor dhe se kursimet e tyre janë në përputhje me ligjet e vendit, përbëjnë gjithsej në 54 vite 100.000 euro dhe 40 metër katror, një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Në nisje të procedimit e cilësoi me shkelje dhe prej dosjes, siç e theksoi ai nga kundërshtar politik. Çështja e SPAK-ut kund dhe keqpërdorimit të tij është pjesë e strategjisë së Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare. Madje edhe një herë akuzoi Ballën si bashkëpunëtor me bandat kriminale dhe për të nga SPAK kërkoi hetim. Çështja nisi me denoncimin politik pas një fakt të eksponentit politik të bandave të Elbasanit, Shkodrës dhe Fushkrujës, Taulant Ballës. Pse Taulant Balla është i lirë dhe bën fushat kur ata flen mbi dosjet e krimeve të tij. Në zbatim të masës detyrim paraqitje, Berisha tha se i la dhe një shënim drejtuesit të SPAK-ut.